substanca 3, si spitali i vartësive, Po. domethënë merret ekskluzivisht me trajtimin e personave që janë të varur nga substanca. Po. Substanca e drogat, është alkooli, medikamentet, e tjera. Në spitalin tonë, ku unë punoj edhe shumë kolegët mi aty, do thotë ofrojmë shërbime, qasje për individet të cilët shprehin dëshirë për të trajtuar. Do thotë, ata duhet me pas dëshirën për marrë spital që ne të ju ofrojmë shërbime. Fillimisht e kemi një formë të kontratës terapeutike, ku diskutohet me pacientët në raport me kushtet me të cilat ne ja prezentojmë dhe shtrohet. Ne aty kemi një formë të trajtimit, ta them 3-4 dimensional, ku janë të implikuar një ekip e tërë profesionistësh, duke